Finalja e Super Bowl ka rikthyer në skenë një nga grupet më të njohura të viteve 90 si Destiny Child. Beyoncé së bashku me Kelly Rowland dhe Michelle Williams kanë ndezur skenën duke performuar hitet e tyre më të njohura. Të veshura me lëkurë, bukuroshet janë shfaqur provokuese dhe kanë arritur të rrëmbejnë duart rokitjet e publikut. Por mbi të gjitha, media ndërkombëtare flasin për një super Beyoncé që ishte tejet energjike në impjantin e Mercedes-Benz të New Orleans, ku u zhvillua edhe finalja e madhe e futbollit amerikan. Por përveç performancës së Beyoncé, ngjarjes më të madhe sportive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pati edhe të papritura. Projektorët e Superdome në New Orleans u fikën për 36 minuta, duke detyruar ndërprerjen e ndeshjes Baltimore Ravens dhe San Francisco 49ers. Sa i përket aspektit sportiv, Ravens fituan ndaj 49ers me rezultatin 34-31 në një ndeshje emocionuese që u zgjidh vetëm në fund.